Sa rekomandohet mbajtja e lëvorës mollës, sepse shpesh e largojmë? Normal, këtë bioflavonoidet, fibrat, janë kryesisht të lëvorja mollës, është mirë me pastru mënyrën e dur, me sasi mjaftueshme të ujit. Najherë për shembull jo shumë gjatë, nëse veç, sidomos nëse s'është shumë i sezonës perimet, une me një enë të madhe, i shtoj ujë, temperaturë dhomës prej qeshmes, dhe shtoj pak ufull molle, po jo shumë. Ato që du mi përdor me njëherë. Pa. Më thonë, jo mi pastru edhe mi rujt. A ju gjelet aroma e ufullës? Jo. Absolut. Për shkak që nështë 2-3 litra me një filxhan vogël ose 2 lugë ufull i pastroj me një herë dhe i largoj. Se normal që njëjtë sikur lëkurat, që përmes lëkurës edhe që shhajem, i marrim këtë lira të shqyse, njëjtë është edhe frutat të perimet që prej lëvorës mundet me marrë uflën edhe me kriju aciditet ose qa pëdion, për ata preferohet që para se me përdor. Deri sa ta pastrojsh, 5 minuta, deri sa e pastron.